Si pas Nezirajt, është normale që qirat e dyqanave të mblidhen nga Bashkësia Islame, sepse kjo bëhet në tërë Kosovën, dhe se çështja rreth xhamis nuk është politizuar. Mirë po, problemet dhe pakënaqësitë e qytetarëve nuk marrin fund. Si pas Haxhit Daud Sheut, problemet kanë të bëjnë ekskluzivisht me të mirat materiale, më saktë me mbledhjen e qirave të 7 dyqanave që gjenden në oborrin e kësaj xhamie nga Bashkësia Islame e Kosovës. Që duhet marrë gratë, mu falë, zonësa duhet marrë me mësu. E për një njeri me mshet xhamin. E me na bo neve në me veti mu vra. Na me sërbisën, po mirë me vesh, po plushe në me veti në ka hithika. Ndërsa ish imami kësaj xhamie dhe ish kryetari i Bashkësisë Islame të Kaçanikut, Mosli Verbani, ka thënë se gjatë 10 vjetëve sa ishte në krye të xhamisë dhe Bashkësisë Islame, ka bërë shumë dhe ka fajsuar bikun për politizim të çështjeve dhe për përfitime materiale. Çështja kryesore e Bashkësisë Islame është se të uzurpoj pronat dhe të bëj keq menaxhimin, sepse unë me mirë menaxhimin, të cilën e kam bërë, është shtuva kafe dhe plani i ri ka qenë që 2 ari cili është afër, aty në të ndërtohet selia e Këshillit të Bashkësisë Islame të Kaçanikut. Para më shumë se një muaj, një konflikt fizik ishte ndodhur midis 2 imamëve, Mosli Verbanit dhe Sabri Bajgores, si pasojë e mosmarrëveshjeve rreth udhëheqjes së xhamisë së Kaçanikut.